Muaji prilli këtij viti riktheu rreshtet e shiullit dhe borsa duke sjellë ndikim të menjëhershëm pozitiv në liçenin e Firenцës, kuota e të cilit është rritur në 271 metra mbi nivelin e detit, ndërsa prujet janë 200 m3 ujë në sekond. Kesh bën me dije se situata është në monitorim të vazhdueshëm duke alternuar sasinë e prujeve në liçenin e Firenцës e për llogaritur sasinë e nevojshme që duhet shkarkuar përmes turbinave gjatë funksionimit të tyre me orare të reduktuar. Përgjatë vitit 2024, stina e pranverës dhe vera rezultua me mungesë rreshësh dhe temperatura të larta, duke krijuar thatësira, por edhe vjeshta kishte mod jo të favorshëm, sidomos për situatën hidrike në liçenin e Firenцës. Ndërkaq prodhimi total neto vendas i energjisë elektrike realizuar për vitin 2024 është 7836 gigawatt-orë, 55.7% e të cilët u prodhuan nga Kesh dhe 44.3% nga prodhuesit e tjerë. Nga analiza historiku të prodhimit të energjisë elektrike të regjistruar në vend në vitin 2024 rezultoi mbi mesatarin e periudhës së 2009-2024 me rreth 1066 gigawatt-orë energji elektrike. Nisur nga kjo gjendje, Hidrocentrali i Firenцës gjatë vitit që lan pas e reduktoi prodhimin e energjisë elektrike, duke u bazuar më tepër tek importet për furnizimin me energji të vendit.